njerës, që ka, jom agone edhe po, në gjallë jom. Para se me vazhdu me video edhe më gjun komente, hej agon që shpipon të staulante, të asë 100.000 subscribers si ki. Mas pare, mos e komentoj që të sen, sa alom dhem që si ku mri 100.000 subscribers, edhe nëmër 2, kjo video nuk është des për taulantin. Fakt, kom shumë respekt për taulantin. Taulanti punon shumë, edhe këta e bën jo veç me një kanal, po me 4 kanale. Edhe kom këgja shumë respekt për këtë dedikim, edhe këtë që punë që e bën, edhe krejt e kanë që cen, këtë e respektojnë që cen. Bile ato edhe një PM, Omeri, që e keni pa me një video, ajo është fan si madhi tina, kështë që shumë e respektoj që cen, edhe për dhe sa ajo është i knaqen, edhe unë i knaqen. Kështë që mos e merrni qëtë video si dis, se nuk është dis, po merrni si video si shpjegim edhe një mendim i jemi rreth krejt asaj që i ka thonë taulanti. Se po, pajtona me të që YouTube i shqiptar ka vdek. Po krejt që apo du me bo është me shtu edhe menimet e mija edhe këmvështrimin tem si youtuber që shjom, ose që shumë konë ma mirë me thonë, edhe krejt rrëz qasaj që ka thonë taulanti. Shtë që nëse doni me këqyr qatë video, unë e do link në description, po edhe po du edhe unë me jep shpjegimin tem, sidomos që shumë zhduk për YouTube-it, për shak se përmen edhe taulanti që shumë youtuberave që më zhduk e kanë ljon YouTube-in edhe s'kanë thonë sen, shtë që si shikus të mi edhe si shikus që nashta doni me ditë se që shumë zhduk për YouTube-it, po du edhe me jep një shpjegim edhe me tregu pak se që shumë zhdukën për YouTube-it. Kështu që po du me jep një video sa ma të qartë edhe sa ma me detaje për qicen. Besoj se e meritoni jo si shikus të regull të kanalit tem. Unë jakum njës YouTube-it me 25 mars 2014, të me thonë para 11 vjetëve. E di, për 11 vjetë që këmë ri 100.000 subscribers, palotash. Edhe YouTube-it ja ku njës në atë kohë si një 17 vjeqar që më konë shumë i dhest për me shpërndo magjin tem edhe me i bu edhe tjertë mu konë magjistar, për që ato edhe këmë bu edhe shpjegime që edhe tjertë mu bu magjistar të shështnis vetë. Edhe YouTube-it për mu në atë kohë konë perfekt si adoleshent, për shek se më ka bu mu me marrë vëmendje edhe njëtë në kohë nëse zdjajt një vrejt si në për video të mija që unë më konë nerd në shkollë fillore e të mesme, i këm pas këtë pelqë, edhe më ka vyt diçka për me bo shështni, edhe më ka vyt diçka për me marrë vëmendje për i shështnis. Edhe magjia, edhe YouTube ju më konë perfekte për mu, për shak se edhe ku marrë vëmendje për i tëne, edhe ku më shpërnda diçka që unë më konë me shumë pasion për të, edhe një të në ku këm pas arritjet e mija caktume që shumë kanë një mu për vetbesimin tem. Kështë që u konë vendimi maj njërë që këm bo një jetën tem. Nashta ju kisha thru edhe me i fol në i femne, po në atë kohë s'këm din me fol me femna. Po diçka tjetër që është në karakterin tem është që mu shumë shpejt më bo në senet bajat. Unë shumë kom qef me ndryshu senet dhe me bo senet treja që më doke dhe mu interesant. Për atë shkak, unë e përpos që akum njës 3 vjetë veç me magji që kom bo video, masi kum kalu në 2017 me bo edhe vloga, e masi në 2018 edhe video gaming me Fortnite, e masi në 2019 u fokusova dhe ma shumë në Fortnite edhe me live streama, edhe me të e bona dhe laptopin, e masi në 2020 u bo pandemia, edhe keti nga më shenë mërana, shtë që une e nala fakultetin, e pauzova, edhe vendosa më fokusova ma shumë YouTube, edhe ma shumë me bo video me Fortnite, edhe ma shumë me bo video me tap quize, edhe ma sanej u bo edhe It's My Love in 2021 që jena knaq me qato reagime, edhe ma sanej krejt që kjo periud më ka bo mu me ndryshu edhe me ja bo vetit interesant, të risa edhe me ja bo edhe juve interesant. Ama këtë ma sanej ka ndryshu në vitin 2022. Në vitin 2022 edhe It's My Love janë isi me mu bo bajat edhe mu, edhe njëtën ko edhe audiencës. Kështë që vendosa mos me bo video më It's My Love-it sezonës 2. Po edhe diçka tjetër ka ndru, se nuk është më aja agoni 17 vjeqar që ka bo video për qefin internet, po u bo një agon 25 vjeqar që u dasht edhe përpos qefit vetë, ose pasionit vetë me bo video, mu kujdes edhe për një familje edhe 2 prindët në pension. Gjithashtu atë vetë kanë dhejz 2 platforma të reja, Trovoja edhe TikToku. Trovoja u koni platformë që ka pagu këgja mirë për live streama, edhe shumë youtubera ka ngalu prej YouTube-it në Trovo, se ka pas pagesë dhe ma të mirë. Edhe atë sen e kam bo shumë 2021, po në natë kohë më fokusu ma shumë me bo live streama dhe video të It's My Love-it, shtë që nuk më kalu esh në Trovo. E kur kalova në Trovo në 2022,
u konë shumë vonë. Për shkak se TRV-ja i ndrej rregullat e veta, edhe uli shumë pagesën, edhe më veç më dështej që ai lëvizje që e kum bo, edhe pse shumë youtuberave që i ka kushtu, për shkak se audienca kur shetitet nëpër platforma nuk është ide e mirë, po ne e bona edhe vonë, edhe nuk pati një rezultat mirë. Edhe plus audienca masanej janë nisi me kalu edhe në TikTok, edhe TikToku e ka prezentuar një mënyrë tre me shit video që është vertikalisht edhe ma të shpejta, edhe me përmbajtje me që i vynë vëmendje ma pak, kështu që ndroj krejt loja e content creation. Kështu që në atë kohë u koni farë ndryshime shumë i madhë për content creators. Po përpos krejt që tëne, edhe në jetën tëmë personale ndodhë dhe diçka që mu më kanë ndiku këgja shumë, nështë të përja mërmendja qka, edhe krejt qëto më kanë bo me pas një shëndet mendor këgja dopt. Për shek se edhe kanali jem YouTube nuk shkejk edhe qaq mirë, edhe idejt e mija kreative nuk kishin edhe qaq, nuk kisha edhe qaq idej për me bo video të reja, edhe në jetën ko isha me një fazë që u dojë fsha mu kujdes për familje tem, edhe pse në jetën ko edhe kum pauzu fakultetin, as fakultetin se kum kry. Kështu që kum pas një vetvlerësim këgja të keq në atë kohë, edhe në jetën ku më ka zhvillu edhe një farë angthi. Kështu që qatë mora do vendimet vështira, ama që mu ka dash me i bo. Mas pare pauzova YouTube-in edhe vendosa mu fokusu me një karrierë tjetër që kum ditë që është programime. E kryta një kurs 6 mujor në Python, edhe masa një kalova si trajneri programimit në Skenderaj për do muj, e masa një kalova si trajneri programimit në Akademinë J-Coders, ku kum punu për 1 vjet e gjys. Krejt qëto ndryshime më kam bo me sfidu vetën edhe ma shumë, edhe me rrit vetbesimin tem, edhe më bo një person edhe ma i gjenshëm, edhe një person që kujdesit ma shumë për familjen tem, për shkak se kum pas edhe të ardhuna, edhe krejt qëto sene më kam bo mu një edhe ma mirë. Prap se prap ka njerë une posesha video, posesha bile edhe video të sponsorizume, për shembull bëjsha video me Kubeti, që i keni pa besoj, edhe video të case openings, që kina me fol ma vonë për to. Tasha, i shku një ide mirë nëse e kisha fokusu krejt qatë energji për me bo video në YouTube, s'kesha thonë. Për shkak se është te për vështirë me rinjall një kanal dekt. Kanali dekt është shumë i vështirë mu rinjall, edhe unë se kisha më pozitëm për me investu në të. Për shkak se vynë te për ko, edhe vynë edhe pare. Kështu që nuk kisha më energji për me bo qatë sen, edhe nuk ke rrezikimi mirë. Kështu që i kum pa që ato rrethona, edhe kum vendos me vazhdu me qatë jetë si një trener edhe me pun jashta YouTube-it. E tash jam të ju fokusu ma shumë jetët si programer. E kum lon punën në Akademinë J-Coders, edhe tash e kam qëllimin me vazhdu si front-end developer në Prishtinë, po edhe një të në kuj më ka du me u fokusu me një karrierë që është ma stabile, edhe mune me u siguru ma shumë për familjen tem që e kom tash, dhe familjen të ardhmen që mu i me pas, të sa një jetë që nuk është edhe qaq stabile për shkak se YouTube i varet edhe prej shikimeve, trendeve, watch time-it e qka do që ndryshon, kështu që nuk është edhe qaq stabile se sa me rrit vetën me një karrierë që është këgja e mirë edhe që më bëqen mu shumë që është si programer ose si developer. Po që ke fazë nuk është edhe qaq e letë, e vërtet, bile është këgja e vështirë edhe sidomos në qëtë periudhë që jam qëtash, po që kjo periudhë më ka bo edhe matë fortë edhe matë matën, kështu që gjithë shka në regull. Po për deri sa folim për që shfiton për YouTube-it, hajde të kallojna qëto ma mirë. YouTube nuk pagun me shikime, veç ta të kena të qartë. YouTube pagun me reklama, ose me mirë me thonë me ato AdSense. AdSense është shërbimi që ju dalin reklamat në fillim videos, a vedin ato skip ad, ose dhe ato që dalin poshtë videos, ose anash videos. Krejt qëto është mënyra se qysh pagun YouTube. Edhe qëto sugjerohen për YouTube-it në për video, të cilat varet prej watch time-it, prej contentit, varet prej lokacionit, e varet prej shumë seneve që jënë paparashikueshme, për shembull prej algoritmit që vetë sugjeron YouTube. Edhe sidomos që kjo që e thash para fundit, lokacioni varet edhe te na shumë që e bën edhe më të vështirë. Lokacioni është problem për shkak se Kosovën nuk e njeh Google-i. Google-i e ka të blej me YouTube-in, edhe Google-i nuk e njeh Kosovën. Na jena veç unknown region. Edhe për që ato nuk na dalin reklamat qaq neve, po mdoket bile hiq. Nuk i nevoj për adblock hiq për shkak se nuk dalin hiq reklamat. Mos më kanë dalë asnjëherë. Nashta e dini ju kur dilni jashtë me një shtet tjetër ose për juve që jetoni jashtë në shtete tjera, e keni pas që kur heni në YouTube ju mysin me reklama, po të na hiq. Nuk na lodhin. Për atë shkak na e kena një formë tjetër të fitimit që janë sponsorizimet. Sponsorizimet janë perfekte, për shkak se nuk varet ky sen prej faktorëve të jashtëm, po veç prej një marrëveshje që e bën me një sponsor për një video ose disa video që është mënyrë perfekte me zëvendësu qatë mënyrën e AdSense-it. Edhe keni pas sponsorizime ndryshme, të produkteve ndryshme,
po keni pa mas shpesh të që përmend edhe Taulanti me case openings. Case openings janë video shumë mira për mi bo, për shkak se janë të lehta mi bo, edhe keq atë vjen është xhiroje, tu qel case-a, qete edhe me qëto video edhe fiton pare edhe s'kin anësies nëse du një kontar atëre janë perfekte qëto video sponsorizume. Ama qëto janë njëtën kohë dhe te për të këqia për shkak se ta mysin kanalin. E kanë një watch time të keq edhe njëtën kohë qëto video nuk sugjerohen qaq për YouTube-it për shkak se YouTube-i qëto video mundot me mshif ma shumë për shkak se përmbajnë bigjëz. Për atë shkak YouTube nuk I shtyn edhe qëto video qatë shumë edhe kanali të shkatrohet krejt me engagement e me shikueshmëri e gjithçka. Po për neve që kena kanale paka shumë dekta është një biznes I mirë për me bo për shkak se po kena fitime prapë se prapë edhe po mundu me mbështet jetesën tonë edhe për familjen tonë. Shumë për youtuberave të vjetër ja ka nis YouTube-it si adoleshenta për pos Mecil. I got it Mecil, love you. Edhe kur kena nis YouTube-in me bo, kena bo pa pare. Pileone 2 vjetë e para që kum bo video pa pare. Edhe tek masanej prej 2016 ja kum nis me marrë pare, po I meqa ka 30 deri 50 euro në mujt që I argjesha për me blej letra. Po masanej, kur e ndrova për mbajtën edhe ja nisa me bo video, sidomos me Fortnite 2018 edhe me Creator Code, ja nisa me bo ma shumë pare që me e mbështet mirëqenjen tem edhe familjes tem, edhe qëta e bona. Laptopin që besoj e njeni. Njëtë dhe youtubera tjerë ju kanë ndru gjendja dhe tash dojnë me bo pare për me u kujdes për vetën edhe për familjen e tëne. Nuk është një si një adoleshent që bën video në YouTube edhe një rritën që bën video në YouTube. Njëjtë qaj agoni 17 vjeçar që bëjke video në YouTube ka pas motive tjera, ka bo për qëllime tjera edhe ka bo me qefin edhe pasionin e vetë. Po tash agoni si 28 vjeçar ka qëllime tjera, ka gjendje tjera në jetë edhe e ka edhe motive tjera. Edhe për qatë shkak kanë ngalu shumë youtubera në streaming, për shembull në Twitch edhe në Kick, që është për shembull Gafi, Meci, Endriti e tjerë. Edhe për qatë arsye edhe shumë youtubera e kanë rallu videot, ose nuk qesin më video eq për shkak se ju kanë ndryshu edhe krejt jeta. Qysh janë për shembull One, Graniti, Vada, Loti e tjerë, pi vjen ka ndru jeta, për që ndrojnë edhe përmbajtja edhe sa shpesh qëtë video ose hiq. Po një send që e ka përmen edhe Taulantin video është më ngrit YouTube-i shqiptar, edhe më ngrit në përmasa ndërkombëtare. Edhe për qëta po du me thonë që edhe për qëta pajtona me Taulantin edhe one du me pa YouTube-in të parin bot, bilet parin Balkan gjithqysh, mirë po për qëto sene është ma problem. Taulanti punon shumë me video. Qëtë video gjdo dit, qëtë video në 4 kanale, edhe qëtë video me gjatësi shumë laja, për shkak se me marrin watch time ma shumë, edhe qëtë sen e respektoj te për shumë për kitë dedikimin që e ka. Po Taulanti ja ka nis YouTube-it me një periudh këgjat mirë. Ja ka nis në pandemi, edhe qatëre ka bo audiencën e vetë që dihet që janë fëmijë të vegjël, po qeja audiencë është këgja I mirë për të, për shkak se ka watch time ma shumë edhe ju dedikohen ma shumë edhe me që ato rritën edhe me që ato I mbesin besnik kanalit në YouTube edhe për atë shkak aje ka kitë që sukses edhe për shpërcej që këmë ju rritë edhe ma shumë suksesi, kështu që vetë suksese Taulant. Po që kësën dallon me neve youtuberave të vjetër për shkak se audiencia jonë që I kena bo atëhere na u ka rrit edhe ata tash I kanë edhe problemet e veta, jetën e vet, edhe kanë kalu në për platforma tjera, për shembull TikTok e këto platforma tjera. Derisa edhe një të nko për rastin tem, është edhe ma ndryshme për shkak se audienca jem është e ndryshme. Ka audiencë që kam prej magjis, kam audiencë që kam prej Fortnite, kam audiencë që kam prej live streamave që I kum bo, e sidomos kam audiencë tepër të madhe kur e kum pas ngritjen tem me reagimet e It's My Love-it. Qeja audiencë që e kum bo atëherë është një audiencë që nuk ken edhe qaq në YouTube, edhe është audiencë që nuk rrin qaq me këshyr video tjera, ose me najt në YouTube me pa dhe youtubera tjerë. Për atë shkak edhe qeja audiencë tashmon nuk e kam edhe qaq që ata të reagimeve të It's My Love-it. Kështu që krejt qëto arsye na bojnë me dallu audiencën tonë me audiencën e Taulantit. Edhe nuk për e thonë që sen si sen të keq. Besoni, nuk jem të e thonë si sen të keq. Kjo është veç supozimi jam, observimi jam të e pa audiencët tona edhe audiencën e Taulantit.
mirë po mos e merrni qicën të keq. Po për një menim tjetër që e ka Elisoni, ose Alking si që e njeni, ai ka pas një mendim që YouTube-i shqiptar i shërrit ma shumë nëse ka youtubera 3, vin youtubera 3, se youtuberat e vjetër ju ka dek motive, ju ndjek, edhe një të kohë dhe kanali ju ka dek këgja shumë. Për atë shkak, është shumë problem për youtuberat e vjetër me i rinjallë prap kanalet edhe me bo prap video. Mirë po një të kohë dhe për youtuberat e ri që vinë është këgja problem, për shkak se ka ndru këgja shumë që tash content creation. Shumica e njerëzve që dojnë me bo content creation nuk vinë YouTube hiq, shkojnë TikTok, për shkak se TikTok është maj let edhe ka audiencë edhe më të madhe, ekspozim edhe më të madh, sidomos edhe for you page që ti sugjeron. Unë për shembull, një video që kam qit në YouTube Shorts i kam rri gati 20.000 views-a, falni, ndërsa një video që e kam qit në TikTok i ka bo gati 200.000 views-a. Domethënë 10 fish dallim. Mirë po edhe një të kohë nëse nuk shqyret edhe qaq për views-a në për short videos, edhe videot e gjata, edhe krejt ekspozime që i ka, ma shumë ja vlen TikTok-u sësa që ja vlen YouTube-it me qëta që është gjendja në content creation. Po një send që është menimi jem, që i kështy ma shumë me ardhë një grup i ri youtuberave 3 në YouTube, edhe youtuberat e vjetër më rinjallë ma shumë, është nëse na nje Google-i, që ka të bleme YouTube-in, nëse na nje si shtet. Nëse na nje si shtet, edhe ma shumë reklamojnë produktet e tëne në YouTube, përmes AdSense-it, atëherë na kena me pas ma shumë reklama edhe një të kohë dhe ma shumë fitime, ose përfitimet me pare. What? Për atë shkak, unë kisha thonë që nëse kena AdSense-in ma të mirë si lokacion, atëherë na kish dhejtë edhe ma shumë edhe kishëm bo ma shumë video. Kështu që një kisha shtu edhe që të them që nëse na nje Google-i, pësej që i shkon edhe ma mirë për YouTube-in shqiptar. Taulante e krahasoj YouTube-in shqiptar me ato sërb, se do me pa YouTube-in shqiptar edhe ma naltë sa i sërb, që shumë e kuptoj, edhe unë du me bo qacen, edhe unë du me pa qacen, mirë po që kësem është ma i fështirë për shkak se të YouTube-i sërb ka AdSense ma të mirë, dalë ma shumë reklama, edhe ka ma shumë audiencë edhe youtubera që mune me bo për audiencën sërbe, për derisa në audiencën shqiptare për shkak mungesës reklamave është ma problem. E di që parja nuk është gjithçka, ju vjen pasione me bo videoe, me bo gjithçka, nashta po t'ingëllën videoja shumë si përfaqësore për shkak se po përmeni pare, nuk është motive me bo pare. Na bojna video për shkak se kënaqem me to. Mirë po edhe parja t'vyn, se unë mëj me bo video, po desuni. Mirë po tash, nuk na mejtet sen tjetër veç me pasi qysh po shkon. Unë vetë nuk e shumë si youtuber edhe qatë shumë, ma shumë e shumë vetën si programmer, për që ato edhe po kalej si front-end developer, dërsa me YouTube qes video kur kom qef me qita një, ose me TikTok edhe me Instagram si pas qefit, mirë po që kjo është krejt që ka mu i me thunë rrëth meje. YouTube-in po shpresoj që është sa ma nalt, se kom qef është pasioni jem edhe ju më rrit me to, ama po du me vlerësu se cilën youtuber që ka nejt edhe nga ka këqyr, edhe pse jeta nga ka ndryshu edhe YouTube-i ka ndryshu. Kështu që po shpresoj që i këqyrët video në deri në fund, edhe që kjo kem një video rreth konvështrimit tem, edhe një supozim për youtuberat tjerë, për shkak se nuk është vendimi final që kjo që për thonë për këtë youtuberat, shoki kam krejt, shëshni kam e krejt, mirë po që kjo është vetë supozim, se dojnë ata me thonë diçka ma definitive e thonë vetë, edhe për që ato, unë nuk është që nuk pajtona me taulantin, unë me taulantin pajtona, ama veç dhe ishta me i thonë edhe shtesat e mija dhe këmështrimet e mija në qitë video. Kom që me shprej menime o vlo, nerdium më konë shkollë fillore e të mesme, nerdium edhe qëtash. Shkollovan. Qëta nëse kini edhe na i menim edhe jo, komentoni por, se kom qef me po edhe qka po menoni jo, edhe po besoj që i shkova këgja thellë që kësoj video që si menime, se kom qef me i seneve deep. Se që kjo ke prej meje, kujdeseni për vetën edhe shihemi deri herave tjera. Agoni u shduk. Agon Gashi Mitrovic.